Kapitulli, qëndro vetëm, të gjesh të gjitha përgjigjet. Udhëtimi i brendshëm drejt vetdijes. Në jetën tonë të ngarkuar me zhurmën e përditshme, me detyrat, me njerëzit që na rrethojnë dhe pritshmëritë që na rëndojnë, shpesh humbasim kontaktin me veten. Zhurma e jashtme mbulon zërin tonë të brendshëm dhe ne kërkojmë përgjigje tek të tjerët, duke haruar se ato përgjigje ndodhen brenda nesh. Vetmia në këtë kontekst nuk është vetëm mungesë njerëzish, por një gjendje e qëllimshme. Një hapësirë ku lejojmë mendimet të rrjedhin lirshëm, ku ndjejmë dhe kuptojmë atë që zemra dhe mendja po përpiqen të na thonë. Në heshtje, larg ndikimeve dhe zhurmës, gjejmë një mundësi për të takuar me vetveten në mënyrën më të pastër dhe të sinqertë. Qëndrimi vetëm, i vërtetë dhe i paimponuar, është një proces i guximshëm. Është sfida për të pranuar vetmin jo si dënim, por si dhuratë të çmuar. Në këtë heshtje, fillojmë të dëgjojmë pyetjet e vërteta që nuk janë dëshira e botës për ne, por dëshira e shpirtit tonë. Çfarë dua unë me të vërtetë? Kush jam unë pa maskat që kam vendosur për të mbrojtur veten? Ku dua të shkoj? Në këtë vetëmsi, pa frikë dhe pa ikje, gjejmë forca të reja dhe një qetësi që nuk mund të na jap asgjë tjetër. Përgjigjet që kërkon nuk janë të komplikuara, nuk janë të fshehura në botën e jashtme, por të thjeshta dhe të qarta, thjesht nuk i kemi dëgjuar më parë. Jo gjithmonë është e lehtë të qëndrosh vetëm. Shpesh frika nga vetmia na bën të ikim nga vetja. Por ata që guxojnë, qëndrojnë dhe përballen me heshtjen, zbulojnë një forcë të brendshme që i bën të pajpur, të vërtetë dhe të plodh. Çdo minutë që kalon vetëm, pa shpërqendrime, është një investim në njohjen e vetvetes. Është një hap drejt paqes së brendshme dhe drejt vendimeve të drejta për jetën që dëshirojmë të ndërtojmë. Fundi i kapitullit. Qëndro vetëm, sepse vetëm aty ku heshtja sundon, mund të dëgjosh zërin e vërtetë të shpirtit dhe të gjesh të gjitha përgjigjet që ke kërkuar.